u ballafaqove me faktin që ishe rome, e kuptoje ti e vogël dallimin, më thënë, apo ta vu në dukje shoqet e tua të vogla? Disi e kuptoja dallimin, sepse dua të themi jam lindur dhe rritur në një familje rome ku gjithmonë është thënë që jemi ndryshe. Ju është thënë që në shtëpi? Po, jemi ndryshe, nuk kur isha me vogël dhe doja të shkoja dhe të dilja me shoqet dhe ndoshta të luaja deri vonë, mami më thoshte gjithmonë me kujdesin se nuk kemi krah, jemi ndryshe. Nuk kemi krah? Nuk kemi krah. Nëse mua më ndodhte diçka, ku do ta gjente mame me babin tim të drejtën? Kështu që unë duhet isha dy fish më vigjilente për të më ndodhur diçka. Unë nuk e kuptoja pse jemi ndryshe. E dëgjoja, por nuk e kuptoja. Mund të kisha situata ku mund të më thonin shoqet, kur je vogël, kur je diku te 5-10 vjeç, nuk e kupton shumë dhe nuk të vrasin pak, po e kalon me lojën kur të thon disa fjalë të tilla, nuk të puth ty se do bëjmë zë si puna jote ose gjëra të tilla. Kujtoni që ishte ngjitse. Do të ndryshoj por që prap ke parasysh që unë vi nga qyteti vogël i Delvinës, ku prindrit e mi janë të dy mësues, babai im e ka mbyllur karrierën e tij si drejtorisë arsimore, kështu që pak a shumë aty. Më thënë ai ka qenë drejtori i drejtorisë arsimore. Po, në Delvinë. Për shtypje dhe mua dhe zonja që ishte këtu, ishte drejtore financave në një ndërmarrje të rëndësishme dhe më tregoi që në një kohë të shkuar dikur dallimi nuk reflektohej ose më saktë nuk thuhej, ishte jo normale ta përmendje, pastaj filloi. E di përse, sepse edhe në podcastin tim e diskutoj këtë ndryshim. Pas viteve 90, një nga të mirat e komunizmit, se komunizmi nuk ka asnjë të mirë, po një nga të mirat e komunizmit ishte se romët shiheshin disi ndryshe, absolutisht, por prap ishin si shqiptarë dhe diskriminimi në vitet e para ishte diskriminimi statusit social, pra Rom është i varfër dhe varfëria i bën njerëzit të diskriminojnë. Me kalimin e kohës dhe meritjen e nacionalizmit, siç janë ndoshta këngët e Noizit, Ilirian Blood dhe ndoshta edhe ky nacionalizmi dhe populizmi i tepërt i Shqipërisë etnike, e ka ndryshuar pak a shumë diskriminimin, e ka transformuar atë kundrejt romëve po flas. E ka bërë? E ka bërë të jetë në bazë etnie dhe jo në bazë statusit social. Pra unë sot diskriminohem sepse jam rome, jo sepse jam e varfër. Që po më thua që këngët e Noizit ndikojnë që tek racizmi? Në një farë mënyre po. Do të thënë, unë jam shqiptare, jam e bardhë, ti e rome je. Ilirian Blood në vetvete çfarë është? Do me thënë ti ke gjak shqiptari. Unë nuk kam Ilirian Blood. Se dija unë që këto këngë bënin dhe këtë gjë, sepse dëgjoj ti me bi që thotë geknishtja është gjua e gangove, sepse dëgjon këto dhe këngësh, do më thënë, perceptimi për gjuhën të fëmijët, perceptimi për pasurin tek vajzat e djemtë e vegjël që vjen për këtyre këngëve, po tani na qeka dhe një perceptim për etnin. Mund të bëjnë dhe thirrje të tjera më të këqija ata. Në fakt, unë mendoj që jemi të rrezikuar nga këngët e këtyre djemëve dhe vajzave pa shije, pa vesh muzikor, po ata që i financojnë e din më mirë. Çfarë arsyesh kanë? Dhe prandaj po them, unë nuk po them që vetëm Noizi e ka bërë këtë gjë. Kjo është gjë normale, një transformim normal i daljes nga komunizmi. Jo, s'është vërtet kjo që ka kaq normale, që ta bëj Noizi, se në vende të tjera, vajza dhe djem me ngjyrë e kanë ndryshuar, e kanë sjell personazhe të tjera atje në një nivel të tillë, nuk i kanë ulur, dhe nuk mund të ndryshoj ty jetën një këngë, përkundrazi duhet të ngrej. Duhet të ma përmirësoj. Prandaj dhe unë vendosa të bëj romët krenar, duke qenë se gjithë jetën tonë kemi folur për jemi viktimizuar në thonjë. Në fakt e një romë e mrekullueshme. Edhe tek intervista që kemi bërë bashkë, më kanë folur për diskriminimin që kam hasur. Por unë nuk dua të flas më për këtë gjë në një farë mënyre. Unë dua të flas për gjërat e mira që unë kam bërë, për arsyet përse ne duhet jemi krenar që jemi rom, dhe ajo gjë që më bën gjithmonë përshtypje kur pyes të ftuarit e mi, edhe pse kam pasur vetëm 2 dhe i them pse jeni krenar që jeni rom, gjëja e parë që ata më thonë që unë jam krenar dhe që jam shqiptar dhe që jam rom. Dhe kjo më bën shumë përshtypje. Dhe
ti pyete që është Romët Krenar një financim apo donacion nga ndonjë organizatë që merret me Romët, nuk është. Dhe dua ta them këtë dhe sëristi një gjë pozitive. Jo, nuk është. Drejtor i Radio Tiranës është Bojken Lako, të cilën dua vërtet ta falenderoj. Ai më njifte nga punët që unë kisha bërë dhe me të dhe vendosi të ndaj me mua një informacion për të aplikuar për të dhënë një projekt, për të bërë një show në radio. Unë vendosa të bëj Romët Krenar, ai ishte vërtet shumë i lumtur ashtu si unë, që më në fund në radion shtetërore kemi mundësi të dëgjohet zëri rom, sepse në fundit është edhe ligji i minoritetit që e lejon këtë gjë dhe e detyron këtë gjë. Kështu që më në fund kemi marrë një të drejtë. Është një fitore e vogël. Bravo, bravo edhe Bojkeni që në